Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Pa humbur kohë të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 qenjat e zodiakut për ditën e hënë, 13 korrik 2026. Ju uroj një javë të mbar. Dash, kjo e hënë të sjell një kthesë të papritur që mund të ndryshojë rrjetën e ditës. Mund të bëni një telefonat, një mesazh të papritur ose të takoni dikën nga e kaluara që ju zgjon kujtime dhe emocione. Edhe pse në fillim ju duket sikur planet po prishen, universi po ju drejton drejt një mundësie që nuk e kishit menduar. Mos e përpiqeni të kontrolloni çdo situatë. Sa më shumë të rezistoni ndryshimeve, aq më losme do të bëhet dita. Pranojeni të papritur si një mundësi për të mësuar diçka të re ose për të parë një situatë nga një këndvështrim tjetër. Në punë, tregoni fleksibël pasi një ndryshim i vogël mund të rezultojë në një përfitim më të madh nga sa prisnit. Në dashuri, një bisedë ose një takim i papritur mund të sjellë emocione të bukura dhe t'ju bëjë të reflektoni për atë që dëshironi vërtet. Mos u shqetësoni nëse rutina juaj ndryshon për një ditë, gjithçka do të rikthehet në normalitet shumë shpejt. Besoni se çdo vonesë apo devijim e ka një arsye edhe se fati po punon në favorin tuaj. Lëreni këtë të hënë, jetën t'ju surprizoj sepse pikërisht aty mund të gjendet mundësia që prisni. Dem, kjo e hënë të zgjon dëshirën për të shijuar gjërat e bukura të jetës. Mund të tërheq vëmendje një objekt, një veshje, një pajisje ose diçka që duket sikur ta keni menjëherë. Energjia e ditës ju ftyn drejt kënaqësive, por njëkohësisht mund t'ju bëjë të merrni vendime të nxituara. Para se të shpenzoni para ose të bëni mbledhje impulsive, ndaloni në një moment dhe pyesni veten, a më duhet vërtet kjo apo është thjesht një dëshirë kalimtare? Jo çdo gjë që shkëlqen është domosdoshme zgjedhja më e mirë për ju. Në punë dhe financa, tregohuni më të kujdesshëm me vendimet ekonomike. Mund të paraqitet një ofertë interesante, por është më mirë të prisni pak para se të angazhoheni. Durimi sot mund t'ju kursejë para dhe mund të ndihmojë të bëni një zgjedhje më të mençur. Në dashuri, shmangni reagimet impulsive dhe lërini ndjenjat të qartësohen. Ndonjëherë zemra ka nevojë për pak kohë për të kuptuar se çfarë dëshiron me të vërtetë. Energjia e kësaj të hëne ju këshillon të mos nxitoheni. Prisni edhe pak para se të merrni një vendim të rëndësishëm ose të bëni një mbledhje të madhe. Me më shumë qartësi do të kuptoni se ajo që dëshironi këtë të hënë do të ketë vërtet një vend në të ardhmen tuaj. Binjak, që në momentin që do të zgjoheni këtë mëngjes, mund të ndjeni se diçka në jetën tuaj duhet të ndryshojë. Prandaj jush zgjohet një ndjenjë fortë se ka ardhur koha për të lënë pas zakone, situata ose mendime që nuk ju shërbejnë më. Kjo është një ditë reflektimi, jo veprimi. Mund të ndjeni të shqetësuar ose të paduruar për të bërë ndryshime të menjëhershme, por universi ju këshillon të mos nxitoheni. Nuk është momenti për vendime të mëdha apo kthesa drastike. Përkundrazi, vëshkoni me kujdes se çfarë nuk funksionon më dhe çfarë dëshironi të përmirësoni. Në punë mund të lindin ide të reja ose plane interesante për të ardhmen. Shënojini ato, por mos u angazhoni menjëherë. Në dashuri, komunikimi i sinqert do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja dhe të partnerit. Energjia e kësaj dite ju përgatit për një fillim të ri që po afrohet. Dita e nesërme do të sjellë mundësi të reja dhe me më shumë qartësi për të nisur një kapitull të ri. Këtë ditë mjafton të dëgjoni intuitën, të organizoni mendimet dhe të përgatiteni për ndryshimet pozitive që janë në horizont. Gafore, kjo e hënë ju bën më të ndjeshëm ndaj energjive dhe emocioneve të njerëzve që ju rrethojnë. Një bisedë ose një situatë mund të zhvillohet ndryshe nga sa e kishit parashikuar. Dikush mund të tregojë se një anë të karakterit të tij nuk e kishit parë më parë, ose një marrëdhënie e njohur mund të marrë një drejtim të papritur. Intuita juaj është shumë e fortë këtë ditë dhe ka gjasa të kuptoni diçka të rëndësishme pa pasur nevojë për shumë fjalë. Besojini instiktit tuaj, por mos nxitoni të përballeni me dikë ose të nxjini përfundime të menjëhershme. Jo gjithçka duhet zgjidhur në të njëjtën ditë. Në punë vëzhgoni me kujdes fillimet përpara se të merrni vendime. Në dashuri dëgjoni më shumë se sa flisni, sepse një detaj i vogël mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë ndjenjat e personit që keni përballë. Energjia e kësaj dite ju fton të ruani qetësinë dhe të mos reagoni me nxitim. Shumë shpejt do të hapet një kapitull i ri për ju dhe do të keni më të lehtë të merrni vendimet e duhura. Për momentin, mbajeni këtë informacion për vete, besojini intuitës tuaj dhe prisni kohën e dur për të vepruar.
Luani. Luan, kjo e thënë sjell lëvizje të papritura në jetën tuaj shoqërore. Mund të merrni një ftesë që nuk e prisnit, të takoni rastësisht një mik të vjetër, ose të kuptoni se disa marrëdhënie nuk kanë më të njëjtën energji si dikur. Kjo ditë ju fton të shikoni me kujdes se kush e meriton vërtet vendin në jetën tuaj. Mund të veni rreth disa njerëz që nuk ju mbështesin më si më parë, ose prania e tyre ju lot më shumë se sa ju frymëzon. Mos u ndjeni të detyruar të kënaqni të gjithë. Energjia juaj është e çmuar dhe duhet ta ndani vetëm me ata që ju respektojnë, ju vlerësojnë dhe ju bëjnë të ndiheni mirë. Në punë, shmangni debatet e kota dhe mos e përfshini në thashe teme apo konflikte që nuk ju përkasin. Në dashuri dëgjoni intuitën tuaj. Nëse ndjeni se dikush nuk është i sinqert ose nuk ju jep të njëjtën energji që ju i ofroni, mos e injoroni këtë ndjesi. Kjo ditë është më e mençur të largoheni me qetësi nga situatat që sillin dram, sesa të humbni kohë duke përpjekur të bini njerëzit e gabuar. Ruani dritën tuaj, sepse ajo meriton të shkëlqejë para atyre që e vlerësojnë vërtet. Virgjëresh, kjo e hënë mund të sjellë një zhvillim të papritur në punë ose në një projekt që kishit planifikuar me kujdes. Mund të ndodhë një ndryshim që në fillim ju krijon pasiguri ose zgënjim, sepse gjërat nuk po ecin sipas planit tuaj. Megjithatë, mos e shihni këtë si një pengesë. Universi po ju jep një mundësi për të parë diçka që më parë ju kishte shpëtuar. Një informacion i ri, një këshill ose një ndryshim i vogël mund të ndihmojë të përmirësoni rezultatet dhe të shmangni gabimet më të mëdha në të ardhmen. Në punë tregoni të hapur ndaj ideve të reja dhe mos keni frikë të ndryshoni strategjinë tuaj. Fleksibiliteti do të jetë arma juaj më e fortë për këtë ditë. Në aspektin personal, mos e lini stresin e punës të ndikojë në marrëdhënien me njerëzit që ju duan. Në një bisedë e qetë me një person të besuar mund të ndihmojë të shihni situatën më qartë. Mbani mend se jo çdo ndryshim është negativ. Ndonjëherë një devijim nga rruga e planifikuar është pikërisht ajo që u çon drejt suksesit. Besoni procesit, mësoni nga ajo që zbulohet dhe përdoreni këtë përvojë për të ndërtuar një të ardhmen më të fortë.